Këto janë produktet e fundit Made in Albania që ky biznes ka prodhuar në tetor të vitit shkuar. Fatkeqësisht, si rezultat i taksave të larta, i pagesës së inputeve në dogan, i zhvlerësimit të euros, po edhe i rritjes në mënyrë të vazhdueshme i pagës minimale, ku të gjithë ngarkesën e mbajnë 25% punëmarrësi dhe pjesën tjetër punëdhënësi, këto biznese janë ndërkohë mbyllur. Dhe kur ju kam thënë në muaj me radhë që kjo është alarm për ekonominë, e kam pasur me të vërtet. Ky biznes deri dje ka pasur 120 punonjës. Sot ka vetëm 30. Po të shikoni sot makineritë e plurosura këtu, nuk janë thjesht vetëm makineri pune. Janë mbi 90 familje të cilat janë hedhur në rrugë. Janë mbi 90 punonjës të cilës sot nuk kanë më një pagesë. Janë mbi 90 familje që nuk e marrin më këtë të ardhur. Dhe këmbana alarmit për këtë sektor që prodhonte, që eksportonte deri dje Made in Albania është pikërisht kjo. Është alarm që duhet ta dëgjojnë të gjithë. Të majtë e të djathtë. Nuk duhet na ndajnë këto çështje. Çështjet e biznesit që mbyllen, e produkteve shqiptare që nuk shiten, e njerëzve që hidhen në rrugë. Këto janë çështje që duhet ta bashkonin politikën. Alarmi për një ekonomi të kapur në pak duar, për zhvlerësimin e euros që sot po i nxjerr nga tregu bizneset e ndershme, ka vite që troket në dyert e ekonomisë. Po sot është bërë realitet që ne duhet ta ndryshojmë për produktet shqiptare që të dalin në tregje, po edhe për këto familje që nuk e kanë më një të ardhmen.